Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrim takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, Zotit të botrave, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunetin e tina deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, para 2 javëve që kena filluar me shpjegimin e hadithit Ahfidhillaha yahfadhuk, ruaja Allahun subhanahu wa ta'ala dhe Allahu të ruan ty, sot do ndalemi prapë të këtij hadith madhështor, një hadith që me të vërtetë sikur ta kuptonim atë thellësisht apo të ta kuptojmë atë edhe realisht, do ndryshonte edhe mënyrën se si jetojmë na, mënyrën se si duhet mendojmë na, mënyrën se si t'i friksohemi Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe mënyrën e saktë se si të shpresojmë në Allahun subhanahu wa ta'ala. Hadithi është i njohur prej Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ahfidhillaha yahfadhuk, ruaja Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu të ruan ty, ahfidhillaha tajidhu tijahak, ruaja Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahun ki me gjetë çdo herë para teje, apo Allahun subhanahu wa ta'ala ki me gjetë në drejtim tëndin, pjesë të hadithit të cilat në vetëm se i kena tregu edhe i kena shpjegu javët e kaluara. Sonte, prapë do të vazhdojmë me hadithin e njëjtë, edhe veçanërisht do të ndalim tek pjesa tjetër e hadithit, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: ta'rif ila Allahi fi rraha, dije apo njife Allahun subhanahu wa ta'ala ditët kur ti je rahat, ditët e rahatijës, ya'rifuka fi shidda apo ya'rifka fi shidda, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ju njeh juve edhe kujtohet për juve në ditët kur ju i keni vështirësi. Shpjegimi këtyre fjalëve të hadithit vjen në vazhdim. Afroju Allahu subhanahu wa ta'ala, jeme Allah subhanahu wa ta'ala, në ditat kur ti je rahat, në ditat kur ti nuk e ki asnjë sprovë, Allah subhanahu wa ta'ala do të njoh ty në ditët kur ti ke vështirësi, në ditët kur ti ke sprova, në ditët kur ti ke bela. Fjalia në hadith përmban oqean kuptimesh. Fjalia në hadith, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është e lehtë për më shqiptue, por se ka mjaft kuptime të mëdha. Kjo fjali është me të vërtetë shpëtimi i zemrave tona, shpëtimi i vërtet në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo fjali është me të vërtetë ilaçi i saktë, ilaçi më i mirë për shërimin e çdo sëmundje të cilën e ka robi. Për cilat sëmundje po flasim? Po flasim për sëmundjet e zemrës apo jo sëmundjet tjera fizike. Çfarë do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ku thotë afroju Allahu subhanahu wa ta'ala në rahati? Fjala në gjuhën arabe a'rifillaha, njehe Allahu subhanahu wa ta'ala, vjen nga njohja. Arifile, njehe Allahu subhanahu wa ta'ala, afroju Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe lidhu me Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk do të thotë që ai që nuk e njeh Allahun nuk njeh çdo gjë. Por se kuptimi është që më ju afro Allahu subhanahu wa ta'ala me çka? Me ju afro Allahu subhanahu me ibadet. Me ju afro Allahu subhanahu wa ta'ala duke i bërë atina adhurim, duke ju nënshtruar atina. Pastaj, afroju Allahu subhanahu wa ta'ala bita, me bindje, duke ju bind atina. Afroju Allahu subhanahu wa ta'ala bidua, duke ju drejtu atina, duke i ngrit durt ka aj, duke e lut Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe afroju Allahut në ditat kur ti je mirë. Nuk e ki asnjë sprovë, nuk e ki asnjë smundje, nuk e ki asnjë bela, je krejt rahat, çatëherë njihe Allahu subhanahu wa ta'ala. Çatëherë kujtoj Allahu subhanahu wa ta'ala kur ti nuk e kije asnjë problem të kësaj dynjaje. Pse kjo? Sepse shumica e njerëzve, shumica e këtij njerëzve e njohin Allahun subhanahu wa ta'ala, vazhdojnë me kujtu Allahun subhanahu wa ta'ala veç çatëherë kur ata fundosun. E njëjta është me shembullin e Firaunit, mallkimi Allahu çorpeta. Deri ditën sa ai pat pushtet, e thirrë veten e tina që ai është Zoti. E thirrë veten se ai është mbreti i këtë mbretërve. Në ditën kur u fendos, ditën kur vazhdoj më përmbyt atje nder, tha une e dëshmoj Zotin të cilin e kanë njoft Musa dhe Haruni alayhi wasallam. Kur i erdhi fundi, kur i erdhi fundosja, e njofi Allahu subhanahu wa ta'ala.
Edhe ty, kur vin problemet, kur vin sprovat, kur ta shefsh fundin, është vonë nga njëherë. Nga njëherë është vonë, por se njëhe Allahun tash kur ti je mirë. Njëhe Allahun subhanallahu tash kur i ki syt, kur i ki e vetë, kur e ki e çdo se në rregull, nëse dëshiron që Allahu më përgjigjen duave tua, problemeve tua, çatëherë kur ti e ki nevojë më shumë ti. Besimtari i vërtet është ai i cili e njeh Allahun subhanahu wa taala në të gjitha gjendjet e tina. Thot Allahu në Kur'an: "Falawla idha ja'ahum ba'sana tadarru", përse kur u erdhi atyne popullve dënimi jon, dënimi i Allahut subhanahu wa taala, ata nuk u përulën. Thot Allahu: "Wa idha massa al-insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'ida aw qa'ima", kur robin e godet ndonjë sprovë, kur robin e godet ndonjë bela, ai vazhdon me lut Allahun subhanahu wa taala i shtrin, ose vazhdon me lut Allahun kur është ul, ose vazhdon me lut Allahun subhanahu wa taala edhe kur është në komë. Por kur ne ja largojnë atin e fatkeqësia, kur ne ja largojnë atë problem të cilin e ka ai vazhdon me usilën sikur se nuk na është lutur neve fare. Që kjo është insani, që kjo është njeri. Kur ka nevojë, vazhdon me lut Allahun subhanahu wa taala. Kur i largohet problemi, nuk e njeh për Zotin. Ke pa plot njerëz. Kur e kanë një smur, kur e kanë një sprov, i sheh veç dhikr të bo. Vazhdon me folti me ta, po be subhanallah, po be alhamdulillah, veç dhikr. Momenti që i largohet që ajo vështirësi, që ajo situatë e jetës tina, mo nuk e shet e xhamia. Mo nuk mund është as me enal, me ja kujtu diçka prej Allahu subhanahu wa taala. Sa njerëz janë kështu. Sa njerëz, unë edhe ti i kena taku në jetën tonë që e kanë çet gjendje. Kur e kanë një hall, vazhdojnë me në xhami në safin e parë, ekipit të parëve në xhami, i shef duke qajtë në sejdë. Kur Allahu subhanahu wa taala ja largon aty në atë hall, kthehen prapë të gjinohet e kaluara. Kthehen prapë të gjendjet e cilën e kanë pas ata. A është ky për një besimtari vërtet? A është për një që ky besimtari të cilin e don Allahu subhanahu wa taala? Komentimi për Rexhepit, Allahu më shkruan thotë se kush e kujton Allahun, kush e njeh Allahun subhanahu wa taala, në rahati, Allahu do ta kujton atë në vështirësi. Edhe përmend, pastaj vazhdon të përmend për Rexhepi. Kush e ruan namazin në rahati, Allahu sota ja ruan fejen atina në sprova. Kush i ruan syt prej haramit kur është rahat, kur është mirë, Allahu subhanahu wa taala ja ruan zemrën atina. Kush e ruan gjuhën atina duke mos fol kot, duke mos gënyer, duke mos nënçmuar të tjerë, duke mos u marrë me gibet, Allahu subhanahu wa taala ja ruan nderin këtina. Pastaj thot kush i ruan kufit e Allahu subhanahu wa taala, Allahu e ruan atë edhe kur kit njerëzit e braktisin. Kush i ruan kufit e Allahut, të janë kufit e Allahut, halali edhe harami, urdhnat edhe ndalesat e Allahu subhanahu wa taala. Kush i ruan që të vija, Allahu subhanahu wa taala të ruan ty edhe është me ty kur edhe këtë njerëzit ty e lojnë me një vend, kur këtë njerëzit ty e lojnë lloç edhe askush për njerëz nuk interesohet për ty edhe askush për njerëz nuk të fol ty edhe këtë lojnë aty dije se Allahu subhanahu wa taala prapë ki me veti. Pjesa e para kësaj fjale të hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe dijeti wa'lam, edhe dije, sikur se këtë njerëzit e botës, me mbledhë për me të bëhet ty e dëm, diçka nuk mund me të bëhet dëm vetëm ato të cilën Allah e ka shkruar për ty. Por se edhe tjetra, dije si edhe këtë njerëzit e botës, me mbledhë, me të bëhet ty e hajër, me të bëhet dobi diçka, nuk mund me të bëhet dobi, nuk mund me të ndihmu me diçka, vetëm ato të cilën Allah subhanahu wa taala e ka shkruar për ty. Allahu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të njoh ty në ditët e vështira. Çka do të thonë kjo? Apo cili është kuptimi i kësaj fjale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A nuk i njeh Allahu të gjithë? Dikush mund të më pyet. Po hajnë na këtë rrobat Allahut. A nuk po na njeh ka Allahu neve krejtëve? A nuk po më ka Allahu subhanahu wa taala më na kujtu neve krejtëve? A është ai Zoti i këtë botrave? Nuk është ky kuptimi i hadithit. Nuk është kjo kuptimi i kësaj fjale të cilën e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Nihe Allahun në rahati që Allah me të njohë ty në vështirësi." Se nëse ti nuk e në rahati, Allah nuk e në vështirësi. Nuk është kjo kuptimi, por se do të thotë, kuptimi është që Allah subhanahu wa taala me të ndihmuar ty për me largu atë provë, që Allah subhanahu wa taala për çast provë të cilën ti e kije, për çast vështirësi të cilën ti e kije, për çast bela të cilën ti e kije, Allah subhanahu wa taala me ta avon ty një rrugdalje, me e bëu Allah një rrugdalje, që Allah me të mbrojtën ty prej që Allah subhanahu wa taala me trujtën ty edhe familjen tënde. Allah do të jetë me ty, ndihmën tënde edhe mëshirën tënde edhe përkrahjen tënde, edhe kur të tjerë ty të harrojnë. Edhe Allah subhanahu nuk të harron ty, fadhkuruni
Adhkurkum tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj juve. Kur ti e përmend Allahun subhanahu vet, kur je vet, Allahu të kujton ty në vetën e tina. Kur ti e përmend Allahun subhanahu wa taala me një mezhgjest, me një vend ku ka njerëz të tjerë, Allahu përmend ty me një vend, me një mezhgjest edhe më të mirë, edhe më të mirë saj. Kur krejt dyert e dunjajës të mbyllën tyje, kur krejt njerëzit tyje ta mshelin derën, dyert e qiellit, dyert e Allahut subhanahu wa taala nuk mbyllen asnjëherë, edhe ato çdo herë janë të hapura për robërit e tina. Krejt ju e dini historinë e Yunusit alayhis salam. Një prej shembujve më të rënditës, një prej shembujve më të mirë, se cilin Allahu subhanahu wa taala na ka treguar neve përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përmes Kuranit, të cilin e ka zbrit Allahu, është shembulli i Yunusit. Yunusi alayhis salam e sprovoi Allahu subhanahu wa taala që ato me e gëlditën balena edhe me qëndrue në barkun e balenës. Me qëndrue në barkun e balenës errësirë e madhe, trishtim i madh. Sprov mjaft e rëndë, errësira e ditës, atje, errësira e natës, që është, me qenë se kur është natë edhe kur jenë ditë është hala ma errësira edhe vetë barkut të gëlditjes së balenës atje nuk e ka pasur kërkën. S'ka mujt me thim dikon për njerëzë me ndihmuar. S'ka mujt me pas dikon tjetër afër që me ndihmuar. E ka pas veç Allah subhanahu wa taala. Nuk ka pasur ushtri, apo nuk ka pasur meq, apo nuk ka pasur familje, apo diçka një rrugë dole tjetër, përveç asajna të cilën e ka pasur mbi kokën e tina e që ka qenë Allah subhanahu wa taala. Porse Allah e largoi ato për kësaj sprove. Allah subhanahu wa taala e shpëtoi Yunusin alayhis salam, i boni rrugë dole për kësaj sprove, pse? Se ai e njefte Allahun subhanahu wa taala në ditët e rahatjes. Tha Allahu në Kur'an: "Falawla annahu kana min al-musabbihin", nëse ai Yunusi alayhis salam nuk i shkon prej atyre që e kishin kujtu Allahun subhanahu wa taala, kishin lartësu Allahun subhanahu wa taala, kishin thonë subhanallah, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, na kishmi me e lënë ato në barkun e balenës deri në ditën e gjykimit apo deri në ditën e ringjalljes. Kjo është esenca e dhikrit Allah subhanahu wa taala. Kjo është esenca. Kjo historia e Yunusit alayhis salam na tregon neve më së miri se çysh na duhet me kujtu Allahun që Allah me dhonën tyje rrugdalje. Në ajet Allah subhanahu wa taala na tregon neve edhe një gjë më rëndësishme. Dhikri është çdo herë rrugdalje. Mosbërja dhikr e bjen ngushtimin e gjoksit. Mosbërja dhikr e bjen mshjeljen e rrugëve tona. Pse? Se po thot Allah, falaula, nëse ai annahu kana min al-mustabin, nuk i shkon për atyre që kishin thonë subhanallah, që kishin bërë dhikr Allahun subhanahu wa taala, na kishmi me lënë ato në barkun e balenës deri në ditën e gjykimit apo deri në ditën e ringjalljes. E njëjta është edhe me neve. Nëse ta nuk e kujtojnë Allahun subhanahu wa taala, që të ditët e rahatijës, që të ditë e mira, kur të na vinë vështirësitë, ku na më u drejtue? Pi drejtohesh atina që deri dje nuk e ke njoft, pi drejtohesh atina që deri dje i ke bë mëkate pa pendim, pi drejtohesh atina që deri dje ke vazhduar me e mohu çdo minutë. Prap mëshira Allahu subhanahu wa taala është mjaft e madhe. Prap dyrtë Allahu, prap çelën. Porse një herë kime e përjetue, kime përjetu ditët asaj vështirësie. Derisa ti ponimet kthehesh te Allahu me pendim sinqert që mos më kthymon ato gjinoa. Namazi jot sot të cilën ti e bën, mund të më qenë shpëtimi yt nesër. Padyshim që është shpëtimi jon për nesër. Ditën kur doni para Allahu subhanahu wa taala. Ditën kur varrosni, ditën kur të hina në varr. Allahu subhanahu wa taala i dërgon ty me lekë me marr robin e tij në bytje. Ai thot nëse ai ka namazin rregull, mos e pyet për sen e tjera se edhe ato i kanë rregull. Por nëse ai nuk e ka namazin, thot mos e pyet për tjera se as ato të tjera nuk i posën rregull. Nuk po flasim për namazin të cilin njerëzit e falin veç me trup. Lidhën vinë ruku, vinë sejdë, nuk e di çka po falin. Po flasim për namazin i cili falet mas pari me zemër që kur ti je i përkushtuar aty, kad aflahal mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët, alladhina fi salatihim khashi'un, ata të cilët namazin e tyre e falin me përkushtim, e din çka po falin, e din kur lidhen, e din kur shkojnë ruku, e din kur shkojnë sejdë, kur kthehen pjesë. Ky është namazi të cilin duhet me fal na që me pasën nesër si shpëtim. Pse? Se nëse nuk e falin në çet mënyrë, por se vazhdojna me shpërdor namazin ton, bëmi pjesë ajeti tjetër, wailul musallin. Mirimi është për ata të cilët falen, alladhina hum an salatihim sahun, ata të cilët namazin e tyre
janë të përdorur, nuk e falin me kujdesi, janë të pakujdesshëm. Allahu na ruaj nga kësaj gjendje. Historia e Musës alayhi salam. Kur Musa alayhi salam u gjend para detit, ishte në luftë me Firaun atje. Edhe Firauni kishte pushtetin e madh. Pushtetin e madh. E kishte këtë në dorë, ishte këtë në dorë të këtë në udhëhecinë e tina. Vazhdoi me udhëzimin mas Musës për me ndjek Musën me popullin e vet. Shkon Musa deri para detit. Përpara e ka e detin. Përmas Firauni me ushtrinë e tina. Edhe vazhduan njerëzit të cilë ishin me Musën me u dridhën. Edhe për thënë Musës që lutë e Zotin tënë që me na dhonë zgjidhje. Innel mudrakun për thënë. Innel mudrakun për thënë ata Musës. Do të na arrini dhe Firauni. Ka me na zoni dhe Firauni. Për Musa ta kelle. Kurse si. Asnjëherë nuk ka shans kjo. Inna ma'i rabbi sayahdin. Se me mu është Zoti jam i cili ai ka më udhëzu mua. Me mu është Zoti jam ai i cili ka më dhonë mua zgjidhje. Pse Musa kishte këtë bindje? Pse Musa e pat këtë bindje? Përpara detit, përmas Firaunit. Pse këtë bindje? Pse ai ka njohur Zotin e tina. Ai ka njohur për një me Zotin e tina. Ai kishte vite e vite në adhurim te Allahu subhanahu taala. Ai kishte vite në thirrje në rrugën e Allahut subhanahu taala. Vite e vite në durim ndaj sprovat të cilat Allahu subhanahu taala kishte godit ata. Prandaj në momentin më të vështirë, në momentin e fundit, Allahu subhanahu taala nuk e praktisi ato, por se i tha detit, qelu, edhe u qel detit vazhdoi Musa me kalue, me popullin e tina, edhe me shpëtue për Firaunit. Sa herë të jetën tonde, je përballë çështje situate. Ndoshta nuk po themi tamam sikur Musa alayhis salam që ti më e pasën detin përpara, por se sa herë ti e ke pasur një ngushtim gjoksit tënd që e ke pasur një problem. Ka për njerëzve që thojnë marova me, e pat më puna jam, asnjëherë nuk e ka. Nëse je për atyre që adhuron Allahun subhanahu taala vazhdimisht, nëse je për atyre që e kujton Allahun subhanahu taala vazhdimisht, Allahu nuk praktikon tyje asnjëherë. Mund të sprovue, por se kjo është prova e cila e ngrit edhe e forcon imanin tënd. Tragedia më e madhe është e atyre njerëzve të cilët e njohin Allahun subhanahu wa taala vetëm çatëherë kur i kanë sprovat. Tragedia më e madhe e njerëzve është e njohin Zotin, ju kujtohet Allahu subhanahu wa taala veç atë kur aty ju janë belaja. Ka njerëz që nuk falen vazhdimisht, nuk bëjnë dhikr vazhdimisht, nuk e kujtojnë Allahu subhanahu wa taala, jetojnë në haram. Nuk e kanë rëndësi, nuk e kanë me dije se në çka jetojnë. Kalojnë vite e vite pa i rosë në sejdë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kur provohen nismuj e tyre, apo nismuj e prindve, apo nismuj e fëmijëve, apo një bela o diçka në familje, o Zot na ndihmo. O Allah na ndihmo. E shet të ardhën të xhamia, e shet të ardhën të hoxha, po kam me pak probleme, a mund një rukje një diçka. Nuk është më këtu zgjidhja. Zgjidhjen u dosh me e pasën të pima herët. Derën tonë do u doshën me qelën të pima herët. Që me e pasë Allahun subhanahu wa taala ndi dëshira. Ku je kon ti dje kur e ke pasë shëndetin tonë? Ku je kon ti dje kur i ke pasën tëna të mirat? Ku je kon ti dje kur Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë ty e pasuni? Ku je kon ti dje kur Allahu ta dha edhe kohën tonë, ta dha edhe shëndetin tonë? Disa njerëz vazhdojnë me kujtu Allahun veç kur shtrihen në spital. Kur shtrihen në spital, i ki njerëzve që më shumë t'i bëjnë dhikr çatëherë. Ama çatën dashta nganjëherë edhe është vonë. I ki njerëzve që kur e kanë një aksident, subhanallah. Vazhdon me dhon tamam një sadak, që Allahu më lehtësoi çat problem të cilin e pat. Sadakun dush me dhon para se me të ardhën problemi, që Allahu me ta bëni vindarte mes kësajna. Mos e prit asnjëherë katastrofën me ndodhën tyje. Mos e prit asnjëherë që me ndodhën tyje belaja, por se besimtari i mençur është ai i cili i prin vetës me veprat e wasariu. Allahu dhe shpejtoni ndaj faljes së Allahut subhanahu wa taala, edhe ndaj veprave të mira, edhe shpejtoni drejt xhenetit Allahu subhanahu wa taala që gjerësia e tina e cila është sa toka dhe qielli. Tha Hasan al-Basriu, Allahu e mëshiroft. Një Allah subhanahu wa taala me rahati, ai ka me të njoftën ty në vështirësi. Pastaj tha, besimtari e adhuron Allahun në çdo gjendje. Besimtari është ai i cili e adhuron Allahun në çdo gjendje, qoftë në rahati, qoftë në punë, qoftë i smut, qoftë në spital, qoftë në rrugë, qoftë në shtëpi, në çdo vend. Ai adhuron Allahun subhanahu wa taala. Dhe ai i cili është hipokrit,
Ai cili është hipokrit, e njeh Allahun veç çatëherë kur ai sprovohet. E kjo nuk është besimi drejt Allahut subhanahu wa taala. Paramendoni një njeri i cili mbi 20 vite asnjëherë nuk e ka fal sabahun. Apo asnjëherë nuk ka lexuar Kur'an, qoftë arabisht, qoftë me marr Kur'anin në gjuhën të cilën ti e kupton. Apo asnjëherë nuk është kujtuar që me dhon dikon sadak. Asnjëherë nuk bën dua. Pastaj kur vjen mjek i këtina, vjen një mjek edhe i thot e ki jeni sprovë të ronë, e ki jeni smundje të ronë që shtirë që sa smundje me ju gjetën i ilaçi, atëherë ai vazhdon me fillue vazhdon me fillue me i bue të spi, vazhdon me qajt para Allah subhanahu wa taala, vazhdon e shef nuk mungon asnjëherë namaz, vazhdon me bue dua. Pyetja kryesore është pse prite që derisa vdekja apo smundja me trokitën derën tonë. Pse pepret që to? Pse pepret që sprova belaja me ardhen me të kërthitën ty e nder edhe ty e me të quë prej gjumit. Deri që atëherë në gjumë ndaj Allah subhanahu wa taala. Kur po vjen belaja, që atëherë po kujtojnë për Zotin. Sa njerëz ju kanë kthyer Allahut, por nga njëherë u konë në vonë. Shembulli i Faraonit u kthye te Zoti i tij, te Zoti i Musës alayhis salam, te Zoti i Harunit alayhis salam, por se ke humbur që atëherë më ke vetë puna duke i dalën shpirti aty. Tjetra gjë të cilën na duhet me pasur shumë parasysh është rinia se sa e njohin ata Allahun subhanahu wa taala. Gjenerata e re sa punojnë ata në këtë fe edhe njohin Allahun subhanahu wa taala. Rinia kena përmend shpesh herë edhe në hutbe po edhe në derse kalume, është periudha apo gjendja më e rrezikshme që ne kanë rrobe. Pse? Shejtani çdo herë ja zbukuron atyre dunjaje. Shejtani çdo herë ja zbukuron atyre epshet këtë dunjaje. Epshi nganjëherë është edhe më i fortë se nefsi i tyre. Haramet janë të hapura. E sidomos në kohën të cilën jeni duke jetuar, momenti që del jashtë dyert e haramit i kije të hapura. Shoqëria e keqe, mundësia për shoqëri të keqe edhe për me të larguar prej fejes, edhe më e përhapur. Por ai i ri, ai djali i ri, apo ajo vajza e re, i cili e njeh Allahu subhanahu wa taala në rinia e tina, Allahu e ndron ato. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. 7 kategori që Allahu subhanahu wa taala i shtin në hijen e arshit tina, ditën kur nuk ka hije tjetër, përveç hijes së arshit Allahu subhanahu wa taala, në pyetën wa shabun nasha fi ibadatillah, edhe një djalë i ri i cili veten e tina e ka dhënë në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Rinia që sot e ruan namazin, nesër Allahu ja ruan zemrën atina. Rinia që sot e ruan vetëm prej zinajës, ku zinaja vetë i ka dyrt hapën, Allahu subhanahu wa taala nesër ja ruan familjen këtina. Keme tu dinu tu den, qyshja ke bu dikojna, kame ta buhe dikosh, mos mëna që ti sot e shpërdor dikan, edhe nesër nuk kame të shpërdor edhe tyje. E njëjta është, keme tu dinu tu den, qyshja ke bu dikojna, kame tu këthyje ty, e dunja dëvera, se dunjaja është rrotull. Dunjaja është rrotull. Ka për djetatët e kanë thonë se nuk ndodhë që ti sot me e thonë një fjalë, me e kesh dikan, apo me e shpërdur dikan, e me të zonën ty e vdekja pas provu Allah subhanahu wa taala me të njëjtën gjendje, Allahu në rrëbejsanja. Këtë ju e dini historinë atyre 3 personave të cilë kanë qenë shpellë. 3 burra mbetën në shpellë bllokum, me një shpellë mbetën bllokum. Liguri, kur ata momenti që herën në shpellë, liguri ra edhe për para shpellë edhe e zuni hymja. Nuk ishte shpëtim. Po secili prej tyre ju afrua Allahu subhanahu wa taala duke e bue një vepër sinqert. Secili prej tyre ju afrua Allahu subhanahu duke e bue një vepër më. Njëri prej tyre tha: "O Zot, për hir të respektit ndaj prindërve të cilën unë e kam pasur, bëja që kjo rrugë apo ky guri më largua me na boneve rrugdalje." Tjetri tha: "O Allah, për hir të largimit të cilën e kam bue prej zinajës, kur më ka dhënë mundësia me bë zinë, por se unë jam largue për shkak frikës ndaj teje, na bë rrugdalje." Edhe tjetri tha: "O Zot, jo munduhet që çdo amanet me e marr. Jo munduhet që çdo adhurim të cilën e bëj me bu me sinqeritetin më të plotë. Ja munduhet që edhe me njerëzit më tregue i sinqert. Për hir të amanetit tem, për hir të sinqeritetit tem, për hir të kësaj vepre të mirë, na bë rrugdalje." Dhe Allahu subhanahu wa taala pas kësaj duaje të veprave të mira që i kanë bëu këta, vazhdon të bërë rrugdalje tyne edhe e largon gurin
largohet guri, edhe këta dalin prej shpirtit dhe shpëtojnë. Çka na jep neve kjo me kuptu kjo ngjarje? Veprat të cilat ti i bën rahati, veprat e mira të cilat ti i bën, kur je mirë, kur je rahat, ato gjindën tyje kur ti ke vështirësi. Në sadak të cilën ti jep çat moment kur ti je në kënaqësinë më të madhe, i ki jetor më të mira, e jep nesra me ndodhën, që ty me të ngushtu dynjaja, ndoshta çajo bushka që më shlirume. Na nga njëherë veprat e mira apo gjendjen e mirë çdo herë na shkërmenja neve te paret, te pasunia. Por te gjendja e mirë, veprat e mira janë rrugdalje që ti mos mendoni smundje. Që Allah me të rujtë fëmijët e tu, që Allah me i rujtë prindët e tu, që Allah s.a. me të dhonë ty janë i punë të mirë. Këta këto janë rrezqi Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu nuk e humb asnjëherë robin e tij të sinqert. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e humb asnjëherë robin i cili i bën sejdë Allahu subhanahu. Thot Allahu inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Se Allahu subhanahu wa ta'ala i mbron ata të cilët e besojnë atë. Pastaj thot alaysa Allahu bikafin 'abda, a nuk i mjafton Allahu subhanahu wa ta'ala robit të tina? Pa dyshim se Allahu i mjafton çdo herë robit e Allahut. Kur robi është me Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu është me robin e tij. Kur robi e ruan fen, Allahu subhanahu wa ta'ala ja ruan atina edhe dynjën edhe ahiretin. Edhe dynjën edhe ahiretin. Imam Ahmedi Allahu mëshiroft ishte në burg. Maltretim i madh, torturë e madhe. Torturë më e madhe se sa me të penguar pe lirisë nuk ka. Por se përveç pengesës ndaj lirisë që ka pasur Imam Ahmedi, ka pasur edhe torturë fizike edhe psiqike të cilën ja kanë bërë pushtetit atëherë e Imam Ahmedit. Kur u burgos u tortura shumë njerëz kanë vazhduar me u friksuar se ndoshta Imam Ahmedi nuk po çndron. Ndoshta Imam Ahmedi po vazhdon edhe me u lëkundër. Pse? Se zemra e tina, zemra e Ahmedit ka qenë çdo herë lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ai kishte vite në ibadet, kishte vite në dituri, kishte vite në sinqeritet, kishte vite në durim, prandaj Allahu subhanahu edhe ngriti ato. A di cila është ngritja të cilën Allahu ja ka bërë Imam Ahmedit? Sot unë edhe ti e dina që Kur'ani është fjala e Allahut edhe nuk është i krijuar. Që kjo është vlera e Imam Ahmedit të cilën na e kemi. Pse? Pushteti i atëhershëm thonte se Kur'ani është i krijuar. Imam Ahmedi ishte i vetëm që thonte Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. E shtenë në burg. Prap me tortura, prap vazhdon të thonë Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tortura edhe më të mëdha, derisa me dajak shumë në pleshninë e tina, prap vazhdon me qëndruar duke thonë se Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Por se jashta burgit, nxënësat ishin me lapsa dhe me fletore në dorë, duke e pritën fjalën të cilën po thotë Imam Ahmedi, imami i sunetit. Nëse Imam Ahmedi kishte me thonën, kishte me lëkundën, nuk kishte me qëndruar në provën e tina, kishte me thonë se Kur'ani është i krijuar, nxënësat kishin me shku Kur'ani është i krijuar edhe sot në për libra ishte transmetuar se Kur'ani është i krijuar. Imam Ahmedi vazhdoi me qëndruar në atë provë të cilën kishte në burg, torturë fizike, torturë psiqike, në pleshninë e tina, duke thënë se Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, nxënësat e tina e shkruajtën se Kur'ani është fjala e Allahut, sot në libra transmetohet se Kur'ani është fjala e Allahut, edhe na e dina se Kur'ani është fjala e Allahut për hir të durimit të cilën kishte Imam Ahmedi. Andaj durimi të cilën ti e bën sot është zgjidhje ndoshta edhe për gjeneratat e ardhshme të cilët vijnë. Në situatë të cilën ti jeton tash, mundesh me pas prova të mëdha. Mundesh me pas prova në familje, mundesh me pas prova në lagje, mundesh me pas prova në shoqëri, prova në shkollë, prova në punë, por se ndoshta çaj durimi të cilin ti e bën për një vepër për Allahu subhanahu wa taala, mundet të jenë rrugdalje për gjeneratat e ardhshme të cilët vijnë pas neve. Allahu na boft dritë për neve dhe për ata të cilët vijnë pas nesh. Dietar thotë se kush është me Allahun subhanahu wa taala në fshehsi, Allahu është me to edhe në sprova. Çish me njoft në Allahun. Qysh me kona me Allahun në rahati. Vepra e parë është namazi. Vepra e parë. Obligimi i parë është namazi. Se namazi është lidhja kryesore me Allahun subhanahu wa taala. Ai i cili e lën namazin në rahati, si pret ndihmë aty në vështirësi. Nuk ka ndihmë në vështirësi. Tjetra është Kur'ani edhe fjala e Allahut subhanahu wa taala. Kur'ani të lidh me Allahun. Kur'ani i forcon zemrat. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Pa dyshim se me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala qetësohen zemrat. Pa dyshim se me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala qetësohet gjoksi jon. Tjetra është duke i bërë dua Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu qadaran illa dua.
Nuk ndodh që diçka me ndryshue caktimin e Allahu subhanahu taala përveç duajës të cilën e bën robi. Ka mundësi që diçka ka qenë caktim me ndodhur ty e nesër, po për shkak të duave të cilët ti i bën sonte për Allahun subhanahu taala, Allahu më largoi me largëçi. Largimi nga haram. Këtë na bojna haram. Kena bojna edhe kena me bo. Kjo është garant, kjo është siguri. Kena bo gabime, bojna gabime, edhe prap kena me bo gabime. Por se më i mirë është ai i cili bën gabime, po prap kthehet te Allahu me pendim. Prap kthehet te Allahu duke i kërku falje atina. Me ibadetet në fshehtësitë të na i bojna. Namazi i natës, sadakat të cilën ti e fshehtësi, duajat të cilën ti e bë për Allahun subhanahu taala. Këto janë thesaret më të mira që na shpëtojnë neve për çdo vështirësi. Këto janë thesaret më të mira që vazhdojnë me kon dritë që atëherë kur ka plon tyje errësira e këtij dynjaje. Imam Ibn Qayyimi, Allah më shoh thotë se kush dëshiron që Allahu subhanahu taala t'i përgjigjet atij në vështirësi, le të shton dua ndaj Allahu subhanahu taala. Le të bën dua ndaj Allahu subhanahu taala. Njeriu e harron nga njëra Allahu rati. Edhe ndodh kjo që robi më mashtruhe mas dynjajës, më mashtruhe, pse se dynjaja vetë është mashtruese, edhe me harru Allah në rahati. Pastaj habitet, pse zemra e tina mbetet vetëm në sprova. Apo habitet pse më nuk pendjen ëmbëlsinë e Kur'anit. Habitet pse më nuk pendjen ëmbëlsinë e namazit. Kjo është për gabimet të cilët na i bojna duke bo gjinahe, duke mos u kthyer te Allahu subhanahu wa taala. Andaj, çdo njeri prej neve, i cili e shtyjen tobën, e shtyjen pendimin, apo e shtyjen pendimin sot deri kur ka me qenë kjo. Deri kur ti kime shty pendimin tanë, deri kur ti kime shtyje kthimin te Allahu subhanahu wa taala. Asnjëri prej neve nuk e ka të garantuar se kena me mri pleshnia. Që dikush thot, po punoj një herë falna kur dal benzi. Po ti nuk e din sa kime dal benzi apo nuk kime dal benzi. Nëse sonte del dikush edhe thot se unë nesër çona e gjallë, kish me paguë ku me ditë me shka. Po ti nuk e kia të këtë garanci se a ki muqu nesër apo nuk ki muqu nesër. Andaj, kthimi te Allahu subhanahu wa taala duhet bëhet çdo herë. Duhet shpejtohet në kthimin te Allahu subhanahu wa taala. Vdekja nuk të pyet tyje se a je i ri apo je plak. Vdekja nuk të pyet tyje se a je i pasur apo je i varfër. Vdekja nuk na pyet neve se a jena çëndosh apo kena ndonjë smundje apo jena fort apo jena dop. Momenti më i rëndë është kur robi e kupton se ka jetuar larg Allahu subhanahu wa taala. Momenti më i rëndë është kur ty të vjen vdekja, edhe del jeta jote përpara, edhe e sheh se pas ke jetuar kot. Pas ke jetuar larg Allah subhanahu wa taala. Para mendo momentin ku njeri vendoset në varr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve se kur e varrosën një person tha këshirni mirë këtë varr edhe merrni mësim prej këtij varri. Të gjithë largohen. Këtë njerëzit largohen. Familja dvorros edhe kthehet prapë në shtëpitë të tyre, një ditë, 2 ditë, 3 ditë mund me prit pa, mund me mërdhit, po mas një javë secili prej tyre kthehet në punë, se jeta do të me vazhdue prapë. Miqt largohen kanë me të kujtuar 1 javë, 2 javë, 1 muaj, por se prapë secili ka familjen e vet, ka jetën e vet. Pasuria çashtu çyshe ke pas, çashtu prapë mbetet e shfrytëzojnë ata të cilët mbeten gjallë. Edhe mbetesh i vetëm varrit tënd. Mbetesh i vetëm në rrethin e varrit tënd. Çka ka me tu gjinç atëherë? Jo familja, jo shok, jo pasunia, jo pozita, jo fama, por se që atëherë ty e gjindet namazi jot. Gjindet dhikri jot. Gjindet tyje Kur'anit të cilin e ke lexuar. Gjindet tyje sejdët të cilat i ke bërë për Allahun subhanahu wa taala. Atnat nuk mundet me shpëtue asgjë tjetër përveç adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj, çdo njeri prej neve nuk duhet me shtyje pendimin, por se duhet të kthehet te Allahu subhanahu wa taala sa më shpejt që është e mundur. Pse? Me njoft Allahun në rahati. Mos me e pritën spitalin, mos me e pritën aksidentin, mos me e pritën humbjen prej diçkaje, mos me e pritën varrin, por se duhet më kthyer te Allahu subhanahu wa taala para se të shkojnë atë çeto. Më kthyer te Allahu subhanahu me njoft Allahun para se të arrina të çdo dyrë. Sot je gjallë, sot e ki mundësinë, sot e ki shëndetin, sot mundesh me adhuru Allahun subhanahu wa taala, sot mundesh me i bë sejdë Allahut subhanahu wa taala, sot mundesh me u kthyer ai me u pendue me pendim sinqert. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, ta'arrif ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda, edhe njihe Allahun subhanahu wa taala në ditët e vështira që Allah të jetë ty në
në rahati në ditë e mira tua. Një Allah subhanahu kur ti je rahat, që Allah me të njoftën tyje, edhe me ndihmu tyje, edhe me të bua rrugdalë tyje në ditët kur ti je ki vështirësi. Kush është me Allah subhanahu taala, Allah është me ta. Kush e haron Allah subhanahu mbetet i mbyllur. E kush ja vrohet Allah subhanahu taala me zemrën e tina, Allah ja hap dyert atina, se sa tha Allahu në Kur'an, nuk ka mbështetuar askush ditën e kiametit illa man ata Allah bi qalbin salim, përveç atina i cili vjen te Allahu me zemër shëndosh, e zemër shëndosh është veç ajo zemër e cila ju ka nënshtruar Allahu subhanahu taala. Ne lutim Allahun që më na bëj për atyre që e njohin atë në rahati, e lutim Allahun sa që më na rrit në provave, na forcoj zemrat edhe na jap përfundim të mirë. E kule ma tasmauna wa na khalfa, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.